Dhe si gjithnjë, dezerti vjen fare në fund për ju, se kush bën pjesë në të pathënat e kësaj jave, më së miri kuptojmë bashkë në vazhdim. Plot 20 vite, emri Leonora Jakupit është përcjellur në vendin tonë. Dikush e kishte idol, e dikush edhe u rit me zërin e saj. Leonora Jakupi, e cila ka mbushur 20 vjet në muzikën shqiptare, nuk ka ndërmend të ndalet. Ajo shumë shpejt do të sjellë edhe këngën e saj më të re, e cila është një baladë e punuar nga ikonat e muzikës Armend Reçepakiçi dhe Aida Baraku. Kjo këngë është incizuar në studion e Big Bang Beats dhe do të sillet në tregun ton me një klip, e cila është në bashkëpunim me produksionin nga Shqipëria Max Production. Të njëjtat hapa po ndjek edhe mikja artistike e saj Eli Fara, në bashkëpunim me tenorin Kastrio Tusha, ata dy sollën këngën Nga dashuria, e cila si gjithmonë është një këngë mjaft e qelluar, me tekstin e Rozana Radit, muzikën e vet këngëtarëve, një baladë dashurie, erdhi mjaft e mirë pritur, por si gjithmonë as kritikat e këqija nuk munguan. Pjesa interpretuese e Kastrio Tushës bëri që shumë njerëz të mos e pëlqejnë edhe as shumë, pasi që Tusha dihet që tashmë është tenor, e këtë vërtetoi në këtë baladë dashurie. Por si gjithmonë, këngët e Eli Farës e Tushës kanë qenë dhe do të jenë të pëlqyera për gjithmonë. Këngëtarja Gjensila Myshtezaj, pas pushimit në tregun muzikor, ka vendosur të rikthehet me një këngë të re. Për projektin e saj më të ri, Gjensila ka ndryshuar edhe bashkëpunëtorët. Prej Stinës, këngëtarja ka kaluar në studiot e Three Dots. Muzikën e këngës ja ka besuar Kledi Bahitit, i cili shquhet për balada, të cilat edhe këngëtares i shkojnë mjaft mirë. Pas një rrugtimi të gjatë në kërkim të elementit X, spektakli talentëve X Factor Albania 3 po arri në natën finale. Të dielën në Klan dhe Klan Kosova do të ndiqnin një mbrëmje magjike dhe plot ethe për konkurrentët. Për trofeun e këtij edicioni luftojnë Ergi, Senadi dhe e vetmja vajzë Sara. Përveç të ftuarve special në këtë mbrëmje, fituesja e edicionit të dytë Arilena Ara do ta promovoj këngën e parë. Detaje tjera rreth X Factorit, prapaskenat e saj, emocionet, humbësi e fituesi e shumë lajme e pamje tjera do t'i keni në priven e ardhshme. Kantautoria shqiptare Bebi Rexha po kor shumë sukses për te Atlantikut. Pas suksesi që shijoi si kompozitore dhe master të Eminem dhe Rihanna, ajo ka arritur dhe suksese tjera. Para pak dite, Bebi Rexha ka qenë ftuar së bashku me Cash Cash për të interpretuar këngën e tyre Take Me Home në Good Day New York. Kjo këngë u propozua si kënga që duhet pasur në playlistën e MTV-s. Rita Ora para pak dite ka qëndruar në Milan të Italisë për të marrë pjesë në javën e modës. Këtë herë ylli botror nuk ka treguar talent për këndim. Ajo ka sfiduar për mikun e saj dizajnerin Jeremy Scott. Por Rita nuk ishte ylli vetëm në këtë javë mode. Krahas saj ka qenë një tjetër emër i madh i muzikës botrore, Katy Perry. Gjatë ditëve të kaluara, Rita ka qenë pjesë edhe e festivalit të filmit dhe televizionit nga Akademia Britanike. Në mbrëmjen e festivalit të filmit dhe televizionit nga Akademia Britanike Awards 2014, Ora ka publikuar edhe një foto krahas ikonës Oprah, Naomi Campbell e Georgina Champion.